Lineja është një layer 2 ndërtuar mbi Ethereum, i cili për dallim prej layer 2 të tjerë është ndërtuar që realisht ta ndihmojë Ethereumin ta arrijë shkallëzimin ose scalability të saj. Lineja ka një karakteristikë veçantë ku gas fee-ja që përdoren për ekzekutim të transaksioneve, 20% e gas fees shkon për bërnin mekanizmin e Ethereumit, kurse 80% e gas fees përdoret për buyback të tokenit të Linejas. Ekipa e cila ka lansuar Linejan është ekipa e Consensus, që është ekip e lidhur me vetë fondacionin e Ethereumit, e cila ka krijuar edhe aplikacionin e MetaMaskit. Sot rreth 150 aplikacione janë të ndërtuara mbi ose përdorin blockchainin e Linejas dhe ka një total value lock i rreth 1.5 miliard dollar, që është një TVL koxha i lartë për një layer 2. Market cap i saj është monetarisht rreth 300 milion dollar dhe i ka vetëm 20% të tokenave në qarkullim, ku pjesa tjetër pritet të lansohet deri në fund të vitit rreth 10% të tokenave që përdoren për airdrop. Momentarisht Lineja është në top 4 layer 2-shat që kanë TVL më të madh në Ethereum, kurse plani i ekipës së Linejas është që brenda 5 viteve të bëhet layer 2 protokolli kryesor në blockchainin e Ethereumit. Lineja mund ta tregtoni në Binance dhe ju ftojmë të bashkangjiteni me grupin tonë në Binance përmes linkut i cili gjendet në description.